Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht. Dhe ju uroj që kjo ditë të jetë plot mbarësi dhe mirësi në shpirt. Kur frymëzimi dhe fantazia bashkohen me hapat e përkushtimit ndaj një pune dhe i drejtohen traditës, por edhe bashkohores, gjithmonë produktet do t'jenë interesante dhe të bukura. Vetëm pak ditë më parë, studentët e Departamentit të Arteve në Fakultetin e Shkencave të Edukimit në Universitetin Luigi Gurakuqi hapën një ekspozit të veçantë, Fashion Design. Janë 33 punime në karton dhe 22 punime veshjesh, të cilat ata i paraqiten në hallin e rektoratit të Universitetit Luigi Gurakuqi. Në ndrejtimin e pedagogës së tyre, piktores Nirvana Baja, ata paraqiten me shumë përkushtim dhe pasion pikërisht këtë punë të realizuar për gjatë gjithë semestrit dhe që u finalizua bukur me këtë ekspozit e cila tërhoqi vëmendjen e atyre që e vizituan. Unë sot i kam të ftuar në studion Mirëmëngjes Shkodër. Kanë ardhur profesoresh Nirvana Baja. Mirëmëngjes, profesoresh, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, mirë se u gjejmë. Më vjen shumë mirë që keni realizuar diçka të bukur, megjithse natyrisht nuk janë të vetmet, por ju piktorët dhe pedagogët gjithmonë ka ritëm në realizime të tilla, apo jo? E vërtet është ajo, por veçanta ishte sepse unë vetë personalisht radhë parë, pavarësisht se kam dhënë si dan, po nuk kishim finalizuar një realizim, një ekspozite modeste të fashion designit. Kështu që ishte kënaqësi dhe ky hap që ndërmorme. Po, së bashku kanë ardhur e 2 nga studentët tuaj, janë Jonida Kapia dhe Skeralda Mashku. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Në këtë momente unë ju quaj në një farë mënyrë edhe stiliste. Në fakt, profesoresh, si erdhi kjo ekspozit e veçantë sepse studentët tuaj gjithmonë me ekspozita në fund vitit apo ekspozita piktura apo të telajos, por edhe shumë specifika të veçanta të artit pamor. Këtë herë ekspozit Fashion Design. Atëherë erdhi natyrshëm. Erdhi krejt natyrshëm pasi fashioni është lënë në zgjedhje në departamentin tonë. Duke qenë se është lënë në zgjedhje dhe studentat u afruan vetë dhe banë për zgjedhjen e tyne, e cila u iniciua nga unë dhe thash bëjmë punime të bukura dhe si finalizojmë fund gjithmonë ishte ajo dilema si po procedojmë, si po shkojmë, si po por e përqafuan me njëherë ju përkushtuan, por nuk duhet harrojmë diçka sepse studentat tanë vinë nga liceu. Dhe në liceu ndiqet landa e tekstilit dhe ndërkohë aplikohet jo si degë veçantë, por nga vetë mësuesit e asaj shkolle është apliku si degë, si stil, si drejtim. Pra nuk ka se vinë krejt bosh në këtë pikë. Pra kanë një lloj formimi. Janë studentë vitit të parë? Vitit tretë, bachelor. Po. Kështu që këto vinë me një lloj formimit, me një lloj bagazhit. Dhe çdo gjë arritën e kapen shpejt. Gjithmonë Lana ka programin e vet dhe unë programin e pedagogu përgatit vetë programin e Lanës. Dhe ndërkohë bazë të asaj që unë kam kërku gjithmonë nga jeta duke trashëgu në formën ndryshe, duke prun kohë dhe bashkohore traditen, këto e përqafun shpejt dhe kërkunen në biblioteka, live, nëpër artizane dhe kërkunen, eksplorunen. Tash është edhe interneti ai i cili i jep mundësi dhe hapësina për me kërku
dhe arriten hap mas hapit për me realizu veshjet dhe me finalizu ato në mënyrën më të mirë të mundshme. Por, që du me theksu, kanë kenë shumë punime kreative, por të veshme. Pra të aksesueshme, jo thjesht të qëndroja si vepër arti. Si vepër arti. Megjithëse edhe veprën e artit e kanë pas mbrëmje. Me një detaj të vogël kanë sjell kohën. Me një element krejt thjesht e kanë pru atë aq më shumë që këto vet nesër do t'i veshin vet. Dhe e majnë traditën me veti. Pra është një vlerë shumë fisht në realizimin, në ideimin, në çdo gjë, por edhe në atë që ti je brenda traditës dhe bashkohorës. Dhe diçka tjetër që është mund theksu, që studentët çdo gjë e kanë realizu vetë. Gjë e bukur. Vajza, kur profesoresha e hodhi këtë ide, sepse edhe lënda është e tillë, si u ndjet, filloi me një herë fantazia të punoj, apo e morët paksa të studiojmë një herë, të marrim disa masa të veçanta, po? Si fillim studiohet, si punë, derisa të gjesh atë çfarë ti njeh mirë, edhe pastaj fillon puna, po pavarësisht se unë isha pothuajse gati me idetë, kisha shumë qarta idetë që se profesoresha dha temën, edhe vazhdova punën. Po studentët të tjerë, u përfshin me entuziazëm, u vunë punë me njëherë për të realizuar idetë e tyre. Sa po profesoresha na tregoi temën që do të realizoshim veshje. Ka një titull të veçantë ekspozita, apo është fashion design me motive ilire popullore. Gjithi na vun vizje për me kërku, jo në biblioteka, jo në për qendra artizanale, të cilat mundshim me kërku diçka të veçantë për sa i përket motiveve që do të vendoshim tek pjesa veshjeve, edhe jena kanë qartë për çdo gjë që kena fillu me bë, domethënë. Çfarë karakteristikash keni gjetur të veçanta nga veshjet e hershme, ilire apo të traditës? Cili është një element karakteristik që ju mund ta veçoni, mund ta dalloni? Thjeshtësia motivit, të cilat kena përdorur, janë motive të thjeshta por të veçanta. Ka ngjyra të specifike apo ju i keni realizuar pastaj me fantazinë tuaj? Ngjyrat zakonisht janë goldi edhe pjesa e argjendit, por që ne na mundu me i sjell në bazë të kohës që kanë kalu me i sjell jo tek e bardha, jo tek e zeza, domethënë jo me përdora tradicionale, po me i kthy në moderne. E si kthehen në moderne nëpërmjet formës së kolorizimit, nëpërmjet kolorizimit, formës veshjeve edhe stilimit. Në fakt, ju jeni vetëm vajza, apo u përfshin edhe djemt? Në grupin tonë nuk jena vetëm vajza, kena edhe djemë, cilët kanë bërë një punë goxha të mirë, si më thanë. I diskutuat fillimisht ato kërkime që ju keni bërë dhe si gjetët ato kërkime? Kena marrë shumë materiale, edhe gjithë ato materiale i kena prezantuar me profesoresh Nirvanën dhe me ndimin e saj i kemi realizu pastaj veshjet edhe detyrat. Kena ndosë se çfarë duhet të realizohet edhe çfarë duhet që të lihen një herë. Po, keni selektuar. Ndërkohë që veshjet si fillim dizenjohen në karton, apo jo? Po. Si ishte ky proces? Për mua nuk është hera parë që kisha bë veshje ashtu. Me thënë drejtën e kam shumë dëshirë që me i bë, dhe kam shumë ide që më vinë momentale dhe thjesht i shprehi aty. Alla ato që kisha bë për detyra, thjesht i bana, alla ja prezentova profesoreshës derisa mora një okay për me vazhdu. Por hapi i dytë është realizimi i veshjeve dhe për këtë është vërtet akoma një punë tashmë për të realizu. Nuk është thjesht ide, është fantazi. Si eci procesi i realizimit të veshjeve? Sepse përzgjedhja materialit, ngjyra, modeli etj janë hapa që ju i keni hedhur, apo jo? Për mua ishte përzgjedhja materialit edhe ngjyrat ishte qyshte skica. Do të thënë kisha
vendosun qartë se qartë ngjyrash do të majë dhe qartë sopash do përdori. Pastaj ishte thjesht me dalë në kërkim të materialit edhe me vazhdu realizimin e tyre. Kush në mbështeti për realizimin e veshjeve? Profesoresha. Jo, do të theksoj diçka. Në momentin se gjanat nuk janë aq thjeshta e vërtet për me realizu, kur u hodh ideja që të hapet, që të vetë edhe si land fashioni, unë duke qenë se në Universitetin e Arteve të Tiranës kjo është degë e konsolidume, pra ka vite që funksionon. Punohet aty me një pedagoge të nderuar si që është Neda Hamza. Unë thash po shkoj dhe po shoh si funksionon. Si funksionon. Megjithëse të dyja viqin prej piktore tekstilit, edhe profesoresh Najada, se ka kanë pedagoge jemja, edhe në tjertë. Dhe atje kishte shumë, duke e krahasu me këtë na, kishte terren tjetër, pra aty kishte, nuk më thëmë pedagoge, po laborante, për rroba qepse, për prestare, pra i kishin tëna. Pra ishte një atelje në vetë. Atelje në vete për realizimin. Prandaj merita e këtyre studentëve është që çdo gjë e kanë realizuar vetë. Kanë bërë punën e një ateljeje që përgatit veshje me të gjithë këtë arkitekturën e... Pra ishte thjesht pasioni i tyre dhe dëshira për me bë. Sa gja e bukur. Për me realizu. E bukur, po sfiduese. Ndërkohë që çdo gjë kanë qep vetë. Njëri nga student bile nuk ka pas makinë qepse dhe e ka qep me dorë gjitha veshjet. Një fustan dhe një komplet bluzë me pantallona. Gilberto Lanti, po ja përmendim emrin. Përshëndetje Gilberto. Vërtet mbreslënës kontributi, sepse më kujtohet në hershmëri kur jo të gjithë kanë pas makina qepse, gratë i kanë qepur rrobat e tyre edhe me dorë. Kjo është merita e këtyre studentëve. Dhe jeni kthyer në kohë, por në një farë mënyrë kjo tregon edhe atë përkushtimin me të cilën ju keni punuar, apo jo? Ekonomikisht keni qenë të sponsorizuar apo kjo është një pyetje absolutisht si gjë familja për ne. Sepse edhe kur bani një veshje, natyrisht duhet diçka, jo diçka, po nganjëherë shumë çka. Ndërkohë që ju keni kontribuar në të gjitha format tuaja. Keni pasur vështirësi në premje qepje, sepse këtu duhet të bashkëpunosh edhe me rroba qepsit, apo jo? Me anë të internetit. Jena mënu duke po me bë premjet vetë. Kjo ishte pjesa më e bukur, domethënë. E keni provuar në trupin tuaj për shkak? Tana veshjat janë realizu për trupin ton. Domethënë, gjithë secili student veshjet që ka realizu për masat e veta dhe trupin e vet. Edhe si po thosha, kjo ishte e bukra e kësaj gjaje, se ishte premja se si do i preshim copat, qepja të ne, ishte një eksperiencë domethënë që e re për ne, po aq edhe e bukur. Të gjitha veshjet janë të aksesueshme, nuk janë thjesht vepra arti, por dhe dashurie, pasioni me të cilën janë punu, por janë edhe të përdorshme. Kështu që janë një kujtim i mrekullueshëm për këtë kohë që ju edhe për këtë ekspozit. Ndërkohë, si mendoni, është një mundësi, një derë që hapet, një dritë jeshile ku ju krahas aktivitetit tuaj artistik edhe mund të realizoni dhe bashkëpunoni me modelist, me rroba qepës, me prestar të ndryshëm për të shpalosur idetë tuaja? Mendoj se fashion designi si deg, domethënë është për kohën që ka ardhur sot është mjaft ecë me tregun, edhe nuk lën besoj asnjëherë mbrapa. Edhe mendoj se në një të ardhme të shpejt apo të largët ne kam në animun gjithmonë nëse kena dëshirë me do. Sepse ju jeni edhe studentët të vitit tretë, gjë që do të thotë se ju keni një hap tjetër, siç është masteri, dhe nuk e di nëse e shihni edhe si një mundësi për të realizuar më tej fillimin në këtë fushë. Kjo ekspozitë që realizume, sikur na shtoi dëshirën për më marrë më tepër me këtë si deg, duke qenë se kishim lanë një anë, por besoj se do e shoh si mundësi për të ardhmen.
Gja bukur. Përsërish janë realizuar edhe herë të tjera ekspozita fashion design? Jo, Është e para. Këtë për mos është e para. Për universitetin, sepse tash ka 3-4 vjetë që ja fut si lanë. Është thjesht një lanë semestrale. Por me punën e tyre studentat çun një start tjetër si profesion. Çfarë përshtypjesh keni marrë nga ata që e vizituan ekspozitën? Çfarë shkëndijës ju kanë vënë për punët dhe për vlerësimin e tyre? Ekspozita u vlerësu shumë edhe pati vizitor mjaftueshëm, edhe ne u habitëm vetë me njerëzit që erdhen edhe e kanë pëlqyer shumë. E vlerësunën punën tonë. Komentet ishin pozitive, ndërkohë që ne kishim bërë edhe shpërndarje në rrjetet sociale. Natyrisht. Edhe thënë drejtën kam marrë shumë komente pozitive për ekspozitën. Unë personalisht për veti kam marrë edhe porosi për veshjet që kam bërë. Pra shiko se sa bukur një punë artistike dhe plot pasion hap ndoshta një mundësi aktivizimi për të sotmen apo për mëtej. Në fakt të gjitha këto punë janë tuaja tashmë. Mendoni që ato të jenë si një jo thjesht kujtim i bukur, por si një fillim rruge? Edhe e mendojmë këtë gjë. Duke qenë se e morëm me pasion shumë, na eci si deshmeni, edhe u realizu diçka e bukur. Janë më shumë fustane? Sepse e shoh që ka pasur shumë fustane, pra apo veshje me pantallona, me bluza. Unë jam marrë, dhe me thënë, mora si pjesë të përditshme. Pjesën e pantallonave, bluzave, edhe munova mi sjell diçka nërsh. Edhe dhe me thënë, veshje që kam realizu vetë mund veshen edhe njëtën e përditshme. Janë të veshme edhe për çdo rast mundesh mi i përdor. Ka thënë ndonjë shoqe, Jonidat, veshjen do të kisha pas qef ta kisha për një foto. Edhe më kanë thënë. Sa bukur. Edhe për mua ishte kam përdor, domethënë, jam mundu me sjell veshje të përditshme, edhe un pantallona me bluzë, 2 veshje. Por kishte edhe fustane, se pak fustane. Më pak fustane. Prandaj doshim realizu buzëqesha pak sa. Përditshmëria jone është e tillë. Është veshja më praktike. Yes, ju kam thënë, çfarë mendoni ju që në fillimet e konceptit, hadhish konceptit, idejës e kështu, çfarë mendoni ju për veten tuaj? Çfarë mendoni? Me buzëqeshje ose me humor i thosha, po mendoni edhe për zyshën e tij. Pra të gjitha janë veshje që i përkasin të përditshmes, por që lidhen me një moshë të saktuar apo me shumë mosha. Ja, moshën tonë. Me moshën rinore. Moshën rinore. Gjë e bukur, sepse tashmë mosha rinore është mosha më aktive, më aktive dhe mosha më perspektive që të fillojnë dhe të kërkojnë për me qep një robë, të kërkojnë stilistin. Të arrihet koncepti që duhet një stilist. Shumë borë. Për me ken i veçantë. Për me ken ndryshe, për me ken... Në fakt, ju realizuat një ekspozit fashion design, e cila zëvend të veçantë në formimin tuaj si artist, si student, si student të departamentit të arteve. Në çfarë mozaiku qëndron pikërisht kjo ekspozit, sepse ju keni realizuar edhe veprimtari të tjera përgjatë viteve të shkollimit në departamentin e arteve, apo jo? Po. Kena realizuar edhe veprimtari të tjera, por për ne kjo ishte më veçantë, se nuk kishim një të kja dega si herë, edhe të kanë se ishte për herë të parë, dhe të parë rritjet tona normalisht na frymëzon më tepër. Ishte edhe një deg që i kushtu më rëndësi, se lanë tjera mund t'i kena ba, por nuk ka si kena kushtu në rëndësi të madhe që munden jo me hap një ekspozit ose me prezentu diçka. Kurse kja na shtyvi ma shumë nga që do ekspozohej, edhe për me realizu diçka të veçantë, në mënyrë që me dalë sa ma mirë. Ndërkohë që jam e sigurt që profesoresha ju ka dhënë shumë shpirt, shumë kurajo, shumë afërsi ndoshta.
Apo jo? Meritet i po, ta na profesoresh. Në bashkëpunim, Absolutisht. Unë i kam dhënë drejtimin, kam bërë detyrën time, normalisht ashtu siç jam mësuar në vite për me e bë. Ndërkohë ato kanë ecë me ritmin e tyre. Kanë ecë me ritmin e tyre, e rëndësishme është që u organizuan për me bë. Çdo gjë e marr me seriozitet ka vlerë. Organizuan për me bë. Edhe dëshira ime ishte e madhe për me realizu, mendoshim si ta se domethënë jo vetëm punime që unë ndoqen hap mas hapit, jo kjo, jo ajo, etj, tanë problemet që ka, të fillu qyte motivi, por ishte mandej dhe mënyra e ardhjes së ekspozitës. Se mendo ekspozit fashion design, si të vinë kjo. Se jina mësu në për sfilata, mirë po në për pasarela, kushtet tona, do të thënë, tana duhet mi menu, tana ishin të menume, si ti bim, jo po ti veshim, jo po ku gjej manikinat, tana këta probleme, dhe si ti edhe arredi rregullimi i sallës, kurimi i ekspozicës, domethënë tana ishin probleme që u finalizuan me shumë finesa, ashtu siç ishin edhe punimet e këtyre studentave, me aq finesë erdhi dhe elegancë, erdhi dhe ekspozita. Natyrisht është një përvojë që besoj do t'ju Besoj, kjo ishte qëllimi që t'ju shërbejnë këtyne në të ardhmen, duke qenë, siç u theksova dhe përpara, që Universiteti i Arteve ka dek të konsolidume dhe në master. Kështu që dhe kanalizohen aq më shumë ka me doktoratura nesër në për vendet e Europës. Pra dhe ecin është një degë kohës. Këtu kanë marrë një pik, kanë hedhë një tull, pra në pasionin e tyne, në dëshirën e tyne. Po kja është shumë e rëndësishme, me hedhë themelit, se unë kam thënë, ndërkohë që isha mësuese në liceun e Shkodrës, se kam aderu për 20 vite, kam hapë ekspozita me studenta, nuk ishte hera parë që bashim veshje, se nërkohë që hapëshim ekspoziten edhe i veshin vetë studentat edhe rrishin e për sallë, ma i mend Genta Spahin, që ose në një gjëne për shnes, dhe kam thënë një diçka. Pra ne janë me fat këto studenta. Kam thënë, mos të mesin vetëm djep, se gjithë nxënësit tonë që i përgatitshim me mishë me shpirt shkoshin në Tiranë ose kudo tjetër në për Europë. Por, mos të mesin vetëm djep i kulturës, por edhe ti i kina rrit, por edhe ti gëzoj. Kjo gjë e bukur. Am kupton? Kështu që e kanë fatin që edhe Universiteti i Shkodrës tashmë ka degën e artit. Natyrisht pra na jo vetëm i rrisin, por edhe i marrin frytet tashmë. Natyrisht kur ke qëllime të bukura dhe përkushtim ndaj një pune, patjetër që në një farë mënyrë do të korrësh suksese. Unë e shoh që kjo ekspozitë ju ka frymëzuar, apo jo? Ndërkohë që ju mendoni një stacion të radhës, një stacion që lidhet me shkollimin, me përkushtimin ndaj një pune, një ekspozite, apo diçka tjetër që lidhet pastaj me stadet e tjera, siç janë masteri e tjerë. Unë për vetë e kam menuar dhe që është momente që isha të punu për këtë ekspozitën, kam punu profesoreshën, i kam thënë që mendoj që edhe diplomen me emrojt me fashion design. Dhe më është shumë shpejt jam rej edhe diplomen, edhe pse edhe masterin me e vazhdu. Pastaj në një të ardhme, le ta shohim. Milano. Se jo. Atëherë besoj që me këto pikësynime, me këto dëshira, por që duke u drejtu kësaj ekspozite, e cila është një shkëndi, por edhe një themel i hedhur në pasionin dhe përkushtimin tuaj, të shërbejnë natyrisht për një hap në të sotmen dhe të nesërmen tuaj shumë të bukur në formimin tuaj si artist, apo jo? Unë ju falenderoj shumë që ishit në këtë program, edhe më së shumti ju shpërndat pasionin, përkushtimin. Kur një gjë bëhet me pasion dhe përkushtim,
patjetër që do të ketë rezultate dhe frute. Ndërkohë që mbështetja profesionale nga profesoresha juaj, por edhe nga formimi juaj i deri tanishëm, bën që këto hapa të mos jenë të luhatur. Përkundrazi, ecja mund të jetë mjaft e mirë, apo jo? Ju falenderoj shumë. Ju uroj veç suksese në ecurinë tuaj, sepse është gjë shumë e bukur profesoresh të formosh brezin e ri edhe të hedhësh mbështetjen tuaj. Një knajtësi kur ke rezultat. Kur ke rezultat, kur ke produkt, kur ke brumin, kur ke brumin e mirë, edhe bëreku bëhat kallaj. Nderim dhe përkushtim për punën tuaj. Vazhda suksese gjithmonë në ecjen tuaj, gjithmonë pasioni dhe përkushtimi janë gjërat që do t'ju ndihmojnë. Tash jena para diplom, se uroj suksese, kena prap punë. Natyrisht, është një hap tjetër, një stad tjetër, siç kena prap punë përpara. Suksese gjithmonë. Faleminderit shumë, faleminderit. Suksese vajza. Faleminderit. Se di Merita tash,